Bëdh miri pas ka thonë, vazhdo pyetjen tjetër se s'ka çka me thonë për ato, se më nesër me fol shumë për Mesin. Foto 7 kemi edhe momentin kur Luani I Faruk Satovcit Ronaldo bëhet edhe nervoz. Gazetari po I bën pyetje thotë Messi shënoi 2 gola dje. Ndërsa Cristiano Ronaldo, duke ju drejtuar gazetarit tjetër, vazhdo pyetja tjetër. Faruk, si me qenë Faruku po më duket. Next. Bëdh miri pas ka thonë, vazhdo pyetjen tjetër se s'ka çka me thonë për ato, se më nesër me fol shumë për Mesin. Do të fol shumë për Mesin, ja kish nis loja për to. Kështu që ka thonë vazhdo se gat. U koni vetëdijshëm që mos shënon të sot të paktën 2 ose 3 gola. Besoj se vlerësojmë Do kohën. të qenë shumë I kritikuar. Në Amerikë nuk është dje. Po di ka kanë marrë gazetari se akoma është sot. Po, sakt. Sakt e vërtet. Për ne është dje, është ato. Për neve në përgjithësi, General, ta vesh libra ka po, kjo vesh libra në televizor ka për Amerikën. për neve në përgjithësi është mirë që na kena jegujmë dy krahasime Messi dhe Ronaldo. Domthonë janë dy lojtarë të cilët është vështirë ndoshta me dalë për një periudhë shumë të gjatë me mojt që kanë mojt ta dy, edhe Messi dhe Ronaldo. Domthonë unë mendoj që ka me qenë e vështirë. Mund me qenë një lojtar ndoshta pak vite, po që kanë mojt Messi dhe Ronaldo, unë mendoj që nuk po them që s'mund me dalë, sepse nuk mund me parashiku, por a do tjetë e vështirë, do tjetë e vështirë, sepse këta e kanë mojt formën e vetë kontinuitet, me shumë vite domthonë. Shumë vite kanë mojt edhe shumë vite kanë qenë konkurrues të dy të bashkë. Unë thash, Mesin ka shumë veti tjera, për shembull Mesin unë kur një jetë nuk e kam pa të nervozuar, pavarësisht që dikush I ka ndërhyr diçka ose ka bëu diçka. Ky është diçka pak më ndryshe, po megjithatë janë dy lojtarë janë të mirë. Dikush e sheh Ronaldo në mënyrën e vet, dikush e sheh Mesin në mënyrën e vet. Unë për vetes nuk shehve shumë Mesin me një farë mënyrë tjetër që luan Mesi. Dikush e sheh Ronaldo dhe janë në rregull. A janë dy lojtarë të mirë, janë dy lojtarë të mirë. Po për mua pet Mesi është. Prapë qëndron te Messi. Po Mbappé si të duk Faruk me Francën. Apo atë rast me përcjell? Po. Mbappé është lojtar I mirë, nuk diskutohet, megjithëse ka pas shumë probleme, ka pas izolendime në Real Madrid. A e kështu ndeshën deri në fund Faruk deri në 4 mëngjesit? Jo, lësune noli shijun atje, kur noli shijun ose në pres. As se këshyrë Francës. Jo. Sa më trajta? Jo, se më këshyrë. Po më kënë vete për Mbappé, nuk më vete për Lewin. Po dhe ndesha Kjo më sigurisht. vete për gjithësi për Mbappé, thash, Mbappé është lojtar I mirë, nuk diskutohet. Unë mendoj që është ka me qenë një prej figurave ndoshta kryesore këtë kampionat. Pavarësisht I ka pas disa probleme në Real A shkëmbëtarja më e kompletuar deri me tani? A mund të themi? Me kompletuar? Po. Jo. Në të gjitha rekordet. Jo, nuk mendoj që është me kompletuar. Spanja mbetet për ju Faruk. Jo, më Spanja ka është Argentina shumë e kompletuar, është Spanja, është Anglia e kompletuar.